Dashi, sot duhet të mundoheni t'i mbani këmbët në tokë sepse po dolët për të realitetit do vuani më vonë. Ju të dashuruarit do ndjeni paksa të paqartë për ato që duhet të bëni dhe do stepeni të hidhni hapa. Nuk do arrini dot as sot të flisni hapur si më parë me atë që keni në krah. Ndryshe nga sa e mendoni, dita do të jetë e mërzitshme. Ju beqarët do keni më shumë mundësi për njohje nëse keni lëvizur nga vendbanimi juaj. Në punë do i filloni gjërat me shumë entuziazëm, por rrugës do ju dalin të papritura që nuk do t'ju pëlqejnë as pak. Investimet apo huat duhet t'i shmangni për çfarëdo lloj arsye. Demi, Jupiteri do t'ju ndihmojë gjatë gjithë kësaj dite të zgjidhni disa çështje të mbetura pezull dhe do hidhni hapa të rëndësishme. Ju të dashuruarit mundet edhe të zyrtarizoni lidhjen që keni. Diskutoni fillimisht qetësisht me partnerin dhe bëni atë për të cilën do vini dakord të dyja palët. Nëse jeni beqar, ka mundësi të takoni persona vërtet me vlera dhe do i ngjisni shkallët 2/2 pa pritur gjatë. Në punë do i keni shumë të qarta ide dhe do dini çfarë hapash të hidhni. Dita do të jetë plot angazhime dhe plot arritje. Buxheti do të jetë paksa më delikat, megjithatë sërish me pak kujdes mund të arrini të mos keni probleme. Binjakët, dita sotme do të jetë goxha pozitive. Do keni veçse momente të ngrohta dhe të këndshme. Nëse jeni në një lidhje, mund të filloni të mendoni për gjëra serioze me partnerin sepse tashmë do ndjeni plotësisht të sigurt për ndjenjat që keni. Nëse jeni beqar, disa takime të rastësishme mund t'ju ndryshojnë përgjithmonë fatin. Disa personave nuk do të mund të qëndroni dot indiferent. Në punë, miqtë e ngushtë do t'ju japin disa ide si të arrini më parë objektivat. Falenderojeni dhe shpërblejeni një ditë mirësinë. Financat nuk do të përmirësohen shumë, por të paktën nuk do të kenë probleme. Gaforja, komunikimi me të tjerë do të jetë shumë i mirë sot. Do keni edhe një fuqi bindëse për t'u adhuruar. Nëse jeni tashmë në një lidhje, provoni aktivitete të reja për ta mbajtur zgjuar entuziazmin dhe pasionin. Partneri do të jetë i gatshëm t'ju ndjek kudo, vetëm që marrëdhënia juaj të bëhet sa më e mirë. Ju beqarët do kërkoni një person që do t'ju ofrojë liri pafund. Për fatin e mirë, sot do keni njohje të shumta. Në punë do jeni të ndërgjegjshëm se duke punuar në grup mund të arrini rezultate edhe më të larta. Do bashkëpunoni fort me kolegët. Financat kanë për të qenë të mira, kështu që mund të hiqni edhe ndonjë para më njanë për më vonë. Luani, sot do të jetë një ditë e shkëlqyer për planin profesional. Do arrini mrekulli që do t'ju habisin edhe ju vetë. Mund të merrni shpërblime të majme dhe oferta të reja. Nëse keni një lidhje, partneri do t'ju provojë me mënyra të ndryshme se sa shumë ju dashuron. Çdo gjë do ju fal gëzim, por mbi të gjitha qetësi shpirtërore. Ju beqarët do e keni disi të vështirë të harroni të shkuarën dhe kjo do t'ju ndalojë të realizoni njohje të reja. Me financat do t'ju duhet thjesht të bëni pak më shumë kujdes me menaxhimin dhe do e shihni që situata do fillojë të përmirësohet dal nga dal. Virgjëresha, ditë shumë e suksesshme do të jetë kjo sotmja për ju në çfarëdo lloj fushe. Do ndjeni entuziazëm dhe të pamposhtur. Nëse keni një lidhje, do e bëni partnerin të ndihet më i privilegjuari në botë. Do përdorni fjalët por edhe veprat për të dashuruar atë pa kushte. Nëse keni pasur debate, do i lini ato pas krave një herë për gjithmonë. Ju beqarët duhet të përfitoni pafundësisht nga ato mundësi që do t'ju jepen, sepse sot mund të jetë dita juaj më me fat. Në punë do e merrni çdo detyrë si një sfidë dhe nuk do ndaleni derisa t'ja dilni. Eprorët do adhurojnë këmbguljen dhe vullnetin tuaj. Edhe paratë do të jenë goxha të mira. Peshorja, sot do jeni shumë autoritar dhe strikt dhe kjo mund të shkaktojë probleme me ata që ju rrethojnë. Nëse keni një lidhje, do e nxisni vetë tensionin fal kokëforcisë dhe mosbindjes tuaj. Mos kërkoni gjithmonë që gjithçka të bëhet si thoni ju, sepse do gaboni. Toleroni që situata të normalizohet. Ju beqarët do ndjeni të gatshëm për çfarëdo lloji takimi, por hapa të mëdha nuk do hidhni. Në punë ambicia do t'ju shtyjë të mos ndaleni për asnjë çast. Do jeni ndër më të preferuarit e shefave dhe do t'ju besohen disa çështje me rëndësi. Shpenzimet mos i kufizoni në maksimum, sepse në fund të fundit parat për të prishur janë. Akrepi,
Falhënës që do të ketë ndikimin më të madh në jetën tuaj gjatë kësaj dite, do kaloni çaste fantastike dhe të mbushura me energji pozitive. Ju të dashuruarit do pëlqeni t'i bëni gjërat me qetësi dhe kujdes. Kjo do shmang gabimet e do t'ju sigurojë momente mjaft të këndshme. Ju beqarët duhet të vini në punë arsyen dhe duhet të keni më shumë besim tek vetja juaj. Po i bot këto keni për të gjetur personin ideal. Në punë do jeni pragmatik dhe kreativ. Të gjithë do të mbështeten tek ju e do t'ju kërkojnë mendime. Sektorin financiar do dini si ta mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuar edhe pa bërë sakrifica ekstreme. Shigjetari. Sot do jeni shumë të përkushtuar për të realizuar sa më mirë disa projekte profesionale dhe mund të lini disi pasdore fushat e tjera. Nëse keni një lidhje, mjafton që t'ia shpjegoni situatën partnerit dhe ai me siguri do di të jetë i kuptueshëm. Po e shpërfillet me arsyen se nuk ka çfarë i duhet të bëni gabimin më të madh. Ju beqarët do keni shumë dëshirë të takoni dashurinë e madhe, por nuk do keni kohë ta kërkoni. Në punë do ndodhin ndryshime shumë të rëndësishme dhe kjo fal përpjekjeve dhe mençurisë që do tregoni. Financat edhe sot do mbeten goxha të mira. Britsjapi. Sot nuk duhet t'u jepni shumë besim të gjithë personave që ju rrethojnë sepse do zhgënjeheni pafundësisht. Nëse keni një lidhje, do keni shumë ide në mendje, por nuk do të arrini dot t'i shprehni si duhet. Ndonjëherë goja do flas më parë se mendja dhe mund të keni disa mosmarrveshje. Ju beqarët do keni një ditë pozitive dhe të mbushur me takime interesante. Edhe pse nuk do hidhni hapa, të paktën nuk do humbisni mundësitë për njohje më tej. Në punë do keni shumë aspirate dhe do bëni përpjekje, por disa kolegë ziliqar do mundohen t'ju ndalin. Kujdes kujt do t'i besoni. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Ujori. Ditë shumë e begatka për të qenë kjo e sotmja, sidomos për anën sentimentale. Ju të dashuruari do ndiheni si në përëndra pasi partneri nuk do reshtë se ju dashuruari. Për të ju jeni më i rëndësishmi dhe nuk do të kufizohen as pak për t'ju bërë të lumtur. Nëse jeni beqar, do keni dashuri me shikim të parë në momentin që nuk do ta prisni. Fillimisht nuk do dini çfarë të bëni, por më pas zemra do di çfarë drejtimi të marrë. Në punë suksesi do vi edhe për ju. Sot edhe pa u munduar shumë do arrini rezultate të shkëlqyera. Financat do filloni t'i organizoni më mirë dhe gjendja do të fillojë të normalizohet. Peshqit. Do jeni të paqartë për shumë gjëra gjatë kësaj dite dhe do keni frikë të hidhni hapa. Vendimet e rëndësishme lërini për një ditë tjetër. Nëse jeni në një lidhje, nuk do keni probleme me partnerin, por do ketë diçka që do t'ju pengojë të dashuroheni ashtu si ju doni. Ju beqarë do jeni kureshtar për të njohur sa më shumë persona, por vetëm kaq. Tani për tani nuk do të jeni gati për të flirtuar apo për të filluar diçka. Në punë do jeni të pakujdesshëm dhe mund të hidhni hapa të gabuara për të cilat do pendoheni pafund. Parat nuk do mbeten në gjendje të mirë si më parë dhe kjo për shkak se jeni dorëlëshuar.